Mazhoranca paralajmëron ta çojë në dyert e drejtësisë kaosin që përfshiu këtë seancë parlamentare. Në emër të grupit parlamentar, zëdhënësja Eriona Ismaili tha se Partia Socialiste do të kërkojë përjashtimin me nga 60 ditë nga punimet e kuvendit për 2 deputetët e opozitës, Flamur Nokën dhe Klevis Balliun, të cilët u përplasën me punonjësit e gardës. Ky skenar dhe këto akte dhune kanë qenë të mirë organizuara dhe të para përgatitura më parë nga drejtuesit e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Përkatësisht deputetët Gazmend Bardhi, Belind Kolliçi, Tomor Alizoti, Elda Hoti, Ledina Allolli dhe nga drejtues të subjektit politik Partia Demokratike, deputetët Sali Berisha dhe Flamur Noka. Socialistët nuk e shohin të rastësishëm skenarin e dhunës që shpërtheu herët ende pa u çelur zyrtarisht seanca. Kanë shkaktuar kaos, kanë zaptuar foltoren, kanë penguar deputetët të marrin fjalën dhe kanë cënuar personalitetin e drejtuesit të seancës dhe të anëtarëve të Këshillit të Ministrave. Për liderin e PD-s dhe kreun e grupit parlamentar Berisha e Bardhi, PS evidenton edhe përdorimin e një gjuhë diskriminuese dhe kërkon të përjashtohen nga punimet e kuvendit me 1 muaj, përfshirë edhe deputeten Elda Hoti. Veprime për të cilat i takon prokurorisë të vendosë nëse janë goditje për shkak të detyrës për fillimin e ndjekjes penale ndaj personave të dyshuar. Për deputetët që ndezën 2 muajse në sallë, socialistët kërkojnë 2 muaj përjashtim, ndaj Belind Kolliçit, Ledina Allollit dhe Denisa Vatës. Ndërkaq për 19 deputetë të tjerë, të cilët rrethuan foltoren, PS kërkon 10 ditë përjashtim. Në vijim pritet të mblidhet sekretariati i etikës për të marrë vendimin.